Do me thënë, ky i thot gjykatës që thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrnim buxhetit shtetit, ti merrnim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Për çfarë kushtience për nivelin e demokracisë ka fjalën për shembull gjykatësi që bën edhe ironi me nivelin e demokracisë, në ndërkohë që për të pasur një ide të qartë lidhur me si është situata e pagave në Shqipëri, dua që ta dinë të gjithë se e vërteta është që në Shqipëri pagat e gjykatëve sot siç janë të njëjta me pagat e gjykatëve në Greqi, në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe ndërkohë janë 2 fish më të larta sot siç janë sesa pagat e gjykatëve në Maqedoni dhe në Malin e Zi. Do me thënë, në 2016, kur ne zgjodhëm një sistem reference, i cili ishte i bazuar në qëllimin e mirë dhe të madh që gjykatësve t'u jepnim paga më të larta se të tjerët për të mbështetur pavarësinë e shpallur me reformën të tyre, dhe në këtë mënyrë i ngritëm mbi presidentin e Republikës, mbi deputetët, mbi të gjithë të tjerët, për t'ju dhënë një sinjal shumë të fortë të vullnetit për të pasur jo vetëm një drejtësi të pavarur, por dhe gjykatës që të ndjehen shumë të respektuar dhe shumë të mbështetur, duke marrë paga super, ky thot ta bëjmë tani thot për gjithmonë. Do me thënë, Shqipëria të mbetet i vetmi vend përjetësisht ku gjykatësit marrin paga më të larta se gjithë tjerët, pra mbi presidentin e Republikës. Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit, dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e Spakut, plus BKH-ja, Spaku etj. E duhet të në faktu që Spaku nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde, dhe kjo i bën respekt natyrisht. Këtu jemi. Do me thënë, jemi në një situatë kur gjykatësit duhen të imponohen mbi parlamentin, mbi qeverinë, mbi 2 pushtetet tjera, dhe duhen të marrin rroga sipas mendimit të tyre. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lërë këtë njollë të madhe turp të Shqipërisë dhe mos na detyroj të kërkojmë ilaçe të tjera.